të kanalit tonë Vetaria Shqip. Këtë epizod do ta bëjmë për nder të shumë shikuesve tonë dhe shumë pyetjeve që na kanë ardhur në lidhje me trajtimin për varro në këtë muaj, domethënë këtë periudhë që jemi sot, jemi data i 30 mars. A duhet të trajtohen as duhet të trajtohen? Është një pyetje që na ka shumë shpesh, po në komente po ashtu në privat. Disa kanë thonë ikoni i vendosi shirita, disa kanë thonë unë i vendosi ilaç të lëngshëm me kështu me radhë. Domethënë varësisht se cili vletar që e sheh ilaçin më efektive përdor. Kështu që kemi vendosur në këtë epizod që tregojmë se si bëhet trajtimi me shirita. Shirita ka lloje të ndryshme dhe prodhime të ndryshme, sidomos kohët e fundit, domethënë tregu është mbush me shirita për morr. Do ta afrojmë tash me gjenje kolonisë se nuk e lam me pa për shkak të ja, si është kolonia. Është mbush me mis. Gjitha rrugët i ka 100% me mis. Kështu që do të vazhdojmë me që koha nuk është e mirë. Do të vazhdojmë pak më shpejt procedura. Trajtimin e sotshëm do ta bëjmë me këtë shirita, univar. Univar nuk është patjetër këto, varet se në vendin ku jeni ju çfarë shirita ka. Këto janë disa shirita shumë efektiv. Bojnë efekt brenda 12 orëve, domethënë tek varroa. Do të shohim rezultatin që i kam vendosur dje, para 12 orëve të një koloni, do të shohim rezultatin në fund. Kështu që qëndroni deri në fund të videos për ta pa se sa ka pas efekt ky trajtim me këto shirita. Koha është e vrant, është motë shmeshi, po për nderët e juve vendosa që ta bëj këtë video. Tek kolonitë e vogla, domethënë që janë me 5 rrugë mis, preferohet një shirit, ndërsa ato që janë me 10 preferohet nga 2 shirita. Kjo koloni duket se ka nevojë për zgjerim. Po fillimisht shohim ku jemi me pjellin. Është një kornicë e cila duhet shkrihet. Do ta vendosim në skaj. Këtu kemi murin e ndarës. Ja. Me që koha është me shi siç e përmenda më herët, nuk do ta hapim kornizë pas kornize, por do të shohim vetëm gjendjen shkurtimisht. E kanë gjitë. Për shkak se nuk është hap kohë me gjatë kohë. Ka qenë me shi koha. Okej, me që janë nisëm. Pjellje kemi këtu. Shive pjellje të re. Edhe ona ngjashme kolonia ka ziru pjelljen. Ja. Pas ka një pjellje perfekte. Edhe korniza tjetër është ashtu me radhë. Kjo kornizë kishte pjellje. Kjo pjellje, kalojmë direkt te korniza e 4. Për arsye se ja, edhe kjo ka pjellje. Nuk ka nevojë më tepër ta shqetësojmë. Është për mashallah. Perfekt. Shohim edhe kornizën e parafundit aty. Opa. Edhe sul. Në mikrofon të ashtë nuk njët, për sas mikrofonat nuk e transmitojnë zarin tjetër përveç njeriut. Tu çka kemi? Tu kemi polen. Polen, ja.
Edhe korniza s'kajnë tash me mjaltë, që dënë të thotë se kjo koloni ka nevojë për zgjerim. Atëherë çka bëjmë? Do të vendosim një kornizë mu këtu. Korniza që do të vendosim do të jetë kjo kornizë. Është perfekt për pjellje. Pse ju kaq agresiv? Për shkak të motit me shi. I bashkojmë kornizat. E vendosim edhe këtë kornizë në të cilën mund të hedhin polen, po që do të largohet. Por tash nuk kemi kohë, janë këtë formë, e vendosim edhe murin në fund. Një, 2, 3, 4, 5 korniza pjellë, që do të thotë se pjellën e kemi këtu në mes. Atëherë shiritin do të vendosim në mes të pjellës, ati ku më shumë frekuentohet bletet. I morim kështu një shkop të vogël se kanë të dhënë për pastruese për ndonjë. E vendosim, ja, edhe lëshojmë poshtë. Me kujdes që për çdo rast nëse kemi mbretëreshë mos të dëmtojmë. Ja. Me kaq mbaron procedura e trajtimit për varro për këtë koloni. A kemi bërë test? Jo. Pse? Sepse kemi pa një varro në trup të bletës, kështu që nuk ka nevojë për test. Edhe e mbyllim. Me kaq përfundon ky trajtim për këtë koloni. Pse kemi vendosur një shirit? Sepse kolonia ende nuk ishte mbush 10 rrugë miz. Tash do ta shohim rezultatet që i ka dhënë ky shirit pas 12 orëve tek një koloni tjetër. Kështu që qëndroni deri në fund të videos. Dhe ja ku pe nxjerrim këtë folien e metalit nga një koloni e cila ka pas 10 rrugë miz. Ka një ndër kolonit më të fuqishme, kemi pa varroa dhe po e nxjerrim të shohim rezultatet. Se sa varro kemi. Do t'i numërojmë së bashku dhe do të shohim sa varro ka nxjerr për 12 orë. Do kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ta pozicionojmë kamerën dhe të shohim. $63, 64 varroa na kanë rënë nga kjo koloni. Domethënë kemi pas varroa dhe kemi dhënë një goditje të forcaj kolonie në kundër varroas. Siç e pam bashkërisht se nga kjo koloni me 10 rrugë miz kishin ra dikun 64 varroa për 12 orë. Nuk kemi bërë test të shohim sa është relacioni me llogaritje matematikore, të shohim sa është shkalla e infeksionit, sepse nëse është deri në 2% nuk është shumë tragjike. Nëse kalon 2 deri në 3 e më tepër, atëherë duhet të bëhet trajtim urgjent. Dhe me kaq përfundon trajtimi i kësaj kolonie me shirit për morr. Me kaq që mbyllim. Nëse ju ka pëlqyer video, më bëni like. Nëse keni ndonjë vërejtje ose pyetje diçka, lirisht mund të komentoni poshtë. Ju falenderoj shumë për shikimin, shihemi në një video të radhës.